dhe dy balerinet e mia serbe me DJ Terin, që të shtunën do të bëjmë nanin dhe do të zbardhin deri të dielën në klubin më trendy në Tiranë, te Venuja. Gili, sonte jeni në studio. Duhet të filloj nga fillimi misioni, bravo. Gili, sonte jeni në studion time për të promovuar albumin tuaj më të fundit, hedhur 3 nga shtëpia diskografike Supersonic dhe Supersonic TV. Në fakt klipin tuaj më të fundit i braktisur kur ti jesh apo jo. Sepse albumi juaj quhet 2 dakika. 2 dakika, i do thotë në shqipen tonë, këtej 2 minuta. Po, është një shprehje shumë e popularizuar. 2 dakika, e bukur shumë, 2 dakika. Falenderoj Zaken dhe Dianën, realizator robot e Dianën, Supersonic e Swiss, zotëria Supersonic, që më mundson ardhmjen tuaj në këtë studio. Ju ka cilësuar Gili si Dizellonjën e skenës shqiptare, duke marrë shkas nga kënga juaj e vjetër Dizellonja. Ai sekond të shohim, e kemi këtë këngë këtu apo jo? Ja, një sekond, kujdes. E kemi gati apo jo? Prit ta shikojmë. Jo. Kjo ishte kënga 2 dakika. Po, kjo është 2 dakika, të shohim tjetër. Ja shohim tjetër me dotëvitje sigurisht publikut sipas ritmit. Ja shohim tjetrën. Duke si slave pak, a? Jo, është këngë folklori. Ai lidh, pak si slave, jo? Jo. Ka një ajër pak. Ka folklori. Folklor. Ja dëgjojmë të tjetër që kam këtu te mroglla ime, se jo të gjitha i keni. Jo? Dhe me Duat Rogidio, Ledio i ka gati, do shikojmë me njerë. 2 klipet e Gilit, njëri është me finalin, kjo që sa po t'i gjua, prap se prap, dhe tjetëri është i braktisur ku t'i është. I kemi gati, 3-4. Ledio, bravo, bravo. Bravo Gili, këngëtarja e famshme nga Kosova, është sonte në